Shikues të dashur, e theksova edhe më herët që do të flasim për ndikimin e përmbytjeve, rreshjeve atmosferike me intensitet pak më të lartë, në fakt që mundën me pas në tokën bujqësore në Kosovë. Apo s'ka pas ndikim. E fillojmë ndoshta me juve, me qënë se edhe pro keni të mbjella, na tregoni pak, është fermer nga komuna e Prishtinës, më saktësisht nga Lebana, apo jo? Po, unë jam fermer, jam nga një zbatiqi fermer nga fshatë e Lebon dhe i kam të kultivuar dikon rreth 20 hektar me grur, planifikoj edhe me mjele pranverore në misër dikon rreth 7 hektar, posedojmë një firmë të lëve qëmshtore rreth 25 krerë gjithsejt. Fatmirësisht në komunën tonë, kultura të bujqësore kësaj radhe nuk kemi pas vërshime të mëdha. Unë personal për veti kam ndikon rreth 10 orë apo 15 orë që nuk ndikon shumë, a ndikon apo nuk ndikon, normal që ndikon në... Do thotë, këto rreshje mundën me ndiku, po si të qoftë jo nuk keni qenë shumë i prekur, pra nuk e... me qënë se bëhet fjallë pak ari, si që dhe ju e theksoni. Jo të dëmtuara, se ka më shumë këtë. Ta është vesh të dëmtuara, po pa tjetër. Fatmirësisht në krejtë territorin e komunës Prishtinë, kultura bujqësore, në grur apo në tjera të kultura nuk ka pas rreshjet mëdha apo dëme, si që kanë qenë komuna tjera përfshirë Drenosin, Malishevën apo Voshtren edhe Lipjonin, sepse atë rreshjet kanë qenë shumë më të mëdha. A ndikon negativ, po ndikon negativ, to do të thetë edhe profesori, sepse është ekspert i kësaj fushë, normal që sepse mas rreshjeve me njerë kemi pas edhe temperatura tullta në minus 10 gradë, me ngrica dhe nëse vazhdojnë kështu, ajo është veç edhe dëmtune. Gjithashtu ashtu ku shkon ujtë me vrull të madhë, e bonë, e dëmton mos të madhe, kulturën e grurit. Po, ty më pastaj edhe në detaj në njërë që me kuptu se qyshe dëmton, po na tregon po besoj edhe vetë profesori. Në cilat zona e keni pa, ose në cilat zona zakonisht prejken më tepër nga këtu përmbytje dhe mundën me pas më tepër dëme tokat bujqësore? Po është vërtet, intensiteti rreshjeve ishte i vrollshëm, për pasoj pat vërshime të mëdha, në përgjithësi në veçanti në zonat të cilat kanë ekspozicion të rrafsht. Sa do pak ku sipërfaqet kanë qenë të pjerta, damet janë shumë të vogla në raport me sipërfaqet që janë të ekspozuara në relief të rrafsht dhe në këtë kanë vështrim sa unë kam përcjell në teren, damet janë të ndryshme, mbarësisht nga regioni, përkatësisht mbarësisht nga komuna. Bie fjala në komunën e Drenosit, në komunën e Mitrovicës, Voshtris, Malisheves, Klines, në pjesën e rrafsheve të Lipjanit dhe komuna tjera të ngjashme, damet janë kogjo kolosale dhe përpasoj ka qëndru një kohë të gjatë ujë stagnus i cili ka vërshu sipërfaqe të rrafshta dhe kjo koincidon me faktin sidomos të kulturat vjeshtore në veçanti të gruri me asfiksi ose pamundësi të frymëmarrjes dhe gjithmonë damet janë më të mëdha aq sa më shumë qëndron ujë stagnus mbi sipërfaqen e tokës. Ne shumë rekomandime kur mbajmë shërbime këshillimore me fremer, posaçërisht në ekspozicionet të rrafshta u rekomandojmë hapjen e vijave kulluese, me qenë se në të tilla situata drenazhimet, meliorimet janë goxha investime kapitale, janë investime të shtrejta që sigurisht se duhet të bëhen të ardhmen.
por unë po pres një raport përfundimtar të nivelit qendror, veçanse të dhënat ekspertët caktuar në zonat të ndryshme janë duke i mbledhur për të saktësuar shkallën e damit që ka shkaktuar të kulturat bujqësore. Ju e përmendët të mbjella vjeshtore. A është mbjellë, është vendosur fare, apo pasaj është bërë gati veç shtoka? Nëse flasëm për 1/4 e sipërfaqes kultivuese, domethënë diku rreth 20% toka u punuese në Kosovë, kjo është gjithmonë e mbjellur me grur. Po është sipërfaqe pothuajse kemë misër dhe drithra të tjerë, dhe flasëm për sipërfaqe të mëdha. Normalisht që janë atakuar edhe sipërfaqe tjera që janë të destinuara, domethënë për përgatitje të serrave ose përgatitje të mbjelljes së perime ose kultivim të fidanëve ose në ferma të ndryshme, po është domethënë disa storje të një ferme shpezve, tjera, damet janë të ndryshme. Unë fola shkarazi për sipërfaqe të mëdha kultivuese, në veçanti për grurin që është mbjellë në visht. Dhe tani ngastrat e mbjellura me bim që kanë bi, domethënë, ne kur flasëm për mbjelljen e grurit në Kosovë, koincidon gjithmonë me afatin e tetorit, eventualisht në fillim të nëndorit. Ato bim tani janë të përgatitura për dimrim, me qenë se ju kanë nështruar proceset të kalitjes, mirë po e thash aq sa më tepër qëndron ujë stagnues mbi sipërfaqen e tokës, domet janë më të mëdha sepse koincidon asfiksia, pamundësia frymorjes. Që i bia aty pastaj nuk del diçka, po situatat e tilla, nëse qëndron gjatë ujë stagnues, normalisht që do të dëmtohen plotësisht. Nëse qëndron më pak, atëherë tek fermerët ne në muajin shkurt, domethënë muajin e ardhshëm, do të rekomandojmë që të regenerohet diçka përmes riplehrimit të dozës së parë të riplehrimit të një muaji pas edhe dozës së dytë të riplehrimit, ose të ngastrat që janë të dëmtuara nga mbetjet e ndryshme, domethënë, ato janë goxha burim infeksioni dhe përmbjelljet pranverore që duhet të përmirësohen me normat e duhura të plehrimit, me kalcifikim, me humifikim e gjona të tilla të ngjashme në agronomi, por ne mund të themi diçka konkrete vetëm pas përfundimit ose pas mbledhjes së gjitha të dhënave nga nivelet komunale dhe raportit përfundimtar. Po, zotri Dobrati, që qyshëshën e kanë ndajt shumë ujë tash në këto raste të ju? Të thëmë drejtën ju, me që 2 ditë 3 ka kalu, edhe unë dhe të përcjell bimës a të zhvillohet ajo në fillim shkurtit, ose në gjysmë shkurtit, nëse është në mos vogël dëmtimi, atër do të riplerë, edhe do të ri goti me... A ju kushton kjo, diçka juve? Po normal që kushton, jo veç të unë, po kushton të gjithë e fermerë, dhe këtu unë, për shembull, Ministria, gjithë qeveria, duhet të danë ndim fermerë, sepse edhe në vitin 2023, fatkeqësisht neve për na përcjellin gati thuaj se çdo vit dëmet të shkaktuara nga vërshimet, kështu që edhe në vitin 2023 kanë pasur kompenzu diçka? Jo, asnjëherë nuk i kanë kompenzu, raportet janë dërguar prej drejtorive komunale në Ministrisë Bujqësisë, edhe asnjëherë asnjë kompenzim nuk ju ka bë fermerë, gjë që atëherë fermeri është i zhgënjym, prova e ceku nuk është vetëm dëmtimi i grurit në këto vërshime, domethënë, po si pasojë ka firma të pula, është angaret me ushqim të kazhve, gjithashtu. A ka pasur në këtë rast ndikim të jo me çështën? Jo, tash tonë jemi një pjesë me lartësime pjerës, edhe nuk është, i pësëdoj edhe kanalet cili i ceku profa, aty i kom bo në mënyra vetanake, mirë po ka prona e më kalën një prusk, e cila fatkeqësisht është mbyll edhe nuk ka mundësi me bo hapjen, për shkak mbylljes saj është fatkeqësisht duhet me cekë që është faktori njeri, sepse shkojnë tash, unë e kam lumin lap shumë ofër, vija ajrore kam 4-5 kilometra, kër më konë si thmi, dikon 10 vjeqari më shku edhe këmë shëtizë dhe e kënë ashpezu edhe ka qenë në si përfoqe gjësti dikon 20 metra të thëmë, sot lumi lap që kalon nga teritori komunës po di, ose kalon në përshotat Vrandela Barileu Prugovs, e del në teritoriat të Obiliqit, ka rritë mos shumë më ngushtu, dhe hudhja, beturinave, mbjellja e disa drojve, për mos ma vyt edhe kjo shkakton jashtëzakonisht dëme kur ka vërshime. Gjithashtu
vekes të përmene, është shkatrimi i pyjeve total, edhe nuk ndalet asë njëherë nga shteti, sepse po t'i kishëm pyet unë besoj, mos mu pa dëmë t'u pyet, ndoshta nuk do të shërmon dhe të këtu vërshime. Domthon, qëtë shka fajtor, kryesor, 50% e lo faktorin e ri. Po, e kemi parë dhe disa studje të cilat të tjera, e shkrimet të tjera, të cilat ju vetëm këtu, vetëm të mbeturinat, po pa tjetër edhe tek mbyllja disa gypave, kanaleve të cilat pastaj atë dhe dole rishjet atmosferike, gjitha këto, kanë ndikur që të shkaktuar përmbytje, madje jo vetëm në këto zona ku janë të mbjellura, po edhe në qytete, në lokale të ndryshme, pra ujje në shtëpi, në zona vendbanime të tjera, të cilat kanë marë ujje dhe ka bërë dhe dëmet të tjera, ju vetëm në tokat bujqësore. Zotri Rusinov, se nga të regoni pak në qëfë se pastaj në këtë rast ne e theksuam pjesën më të madhe me qka është e mbjellur, po a mund të mbjellë ditë shka tjetër pastaj, ose a i ka bu mirë tokës në këtë rast që në qëfë se s'ka pas asgjë të mbjellur me përgadit në një form për të mbjella tjetëra pastaj pranverore? E thash më mbaret nga zona, mbaret nga reliefi konfiguracionit të rënit. Fermerin fjallë, po thot që nga sipërfaqja e përgjithshme punuse, ka dëmtuar dikon rreth 15 ari, që do më thonë për sipërfaqen totale kultivuse që ka me grurish 10 hektara, po 19 hektar, më falë, nuk qënë ndë një pesh për rastin konkret për regionin e komunës e Prishtinës, por që të tilla dome janë më të mëdha në komuna tjera, pash do më thonë storje Goxha Marramence edhe në komunën e Gjakovës, që ishin përmbytje shumë masive. Talë ne kemë të bëjmë me faktin e çrregullimeve klimatike. Kjo përpasoj gjithmonë e sjell koincidencën e distribuimit jo të rregullt të rreshjeve, sepse për një periudhë të shkurt kohore patëm intensitet të madh të rreshjeve, ndërsa për shembull nëse e keni të regjistruar atë periudhën qershor, korrik, gusht, shtator në vitin e kaluar, kalon dikon mbi 4 muaj pa rreshje atmosferike. Kosova nuk është që ka problem me sasitë të përgjithshme të rreshjeve, po distribuimi i tyre nuk është i rregullt. Kur kësaj shtohen edhe ndryshimet klimatike që janë problem esencial në nivel global, kur kësaj shtohet edhe papërgjegjësia ose pakujdesi jonë, që thë zotëria në fjalë, prerja ilegale e pyjeve, mos kontrollimi sa dhe si duhet i shtretërve të lumenjve, shkatrimi i tyre, degradimi i tyre, ngopja e tyre me mbeturina, mbyllja e kanaleve, atëherë gjithmonë ne jem një faktor shumë përgjegjës. Qoftë në kuptimin e ekspertit, qoftë kuptimin e fermerit, mund t'jetë ai prodhues, përpunues e tjera, sepse kjo tokë bujqësor, domthon ky aset nacional na përket neve si brez, si gjenerat, dhe e kem obligim t'u abortim pasarzve, domethënë si trashëgim për të është aset nacional, do të kem vëmendje të veçantë ndaj ruajtjes, shfrytëzimit dhe menaxhimit të saj. Në situatat e tilla mendoj se shteti, qeveria përkatësisht, dikasteri përkatës duhet të mendoj pak më seriozisht krahas stimulimit, krahas masave stimulative që është në përfidje me politikat e përbashkëta të Unionit Evropian, të krijojë edhe fond për fatkeqësi elementare, siç është rasti konkret i vërshimeve. Mund të kemë shkallë caktuar të ariditetit ose thatësisë gjatë verës, mund të kemë domethënë si rezultati i papërgjegjësisë ose faktorëve klimatik, zjarre të ndryshme, krejt këto ne në agronomi quajmë fatkeqësi elementare, dhe fermeri do duhet të kompenzohet gjithmonë për punën, mundin, entuziazmin për kushtimin që e bën për kulturat bujqësore. Shqipe, një shoqëri normale ka dy probleme serioze. Domethënë sigurinë fizike, që në këtë rast konkret Kosovë bankëfori, dhe sigurinë ushqimore. Këto çështje tjera domethënë janë krejt dytësore. Unë mund të jam profesor, ai gazetar, ai tjetri mjek e tjera, por po që se nuk i patëm këto dyja, janë prioritet ndër prioritete, andaj ndaj sektorit të bujqësisë duhet të jem shumë më të vëmendshëm, duhet të kem përgjegjësi shumë më të madhe dhe duhet gjithmonë ta trajtojmë dhe të japim tretmanin e duhur që e meriton. Është e vërtetë që komunat caktuara dhe zonat caktuara thash janë përballë me dome goxha të mëdha, dhe sigurisht se këtë do ta përcjellim dhe sigurisht se do të ftoni edhe ekspertë të tjerë në intervista të radhës për të caktuar
vërtet shkollën e domit sa është dhe sa duhet të kompenzohet për fermerët. Çka mundën me bu, a ka diçka që mund me bu fermerët? Ando shtat me ta bërsh, po, më falë, po. Mos me ndodh, ose... Të sipërfaqet që janë përmbytjet masive, të sipërfaqet ku i stagnus ka qëndrua një javë ose më tepër, është vështirë të regenerohet kultura e mbill. Në të rast flasëm për grurin që është mbill në Virst, dhe ndoshta duhet të bëhet një rimbjellje me një nga kulturat e radhës pranverore. Të sipërfaqet të cilat janë përgatit për mbjelljet pranverore, sepse ne rekomandojmë gjithmonë lavrimin themelor ta kryejmë në Virst, pavarësisht kur kultura mbillet, nëse sipërfaqja është ndotur, është e kontaminuar, ajo mund të jetë burim infeksioni për patogjen të shumë gjatë periudhës vegetative që na pret, të duhet të zbatohen edhe masa shtesë meliorative përmirësuese, me plerim shtesë, me gëlqere shtesë, me kalcifikim që e quajmë në agronomi ose me humifikim, varësisht nga shkolla e domit që ka pasuar në ngastrën e caktuar. Pra duhet të kemi një shkollë të zgjuarësisë dhe një shkollë të mobilitetit që të jemi sa më shumë në terren dhe të saksojmë saksisht shkollën e domit që ka ndodhur. A mundet këto me ndiku diçka dhe në rritje të çmimeve të këtyre produkteve ose për shembull produkteve tjera cilat mundem me i marrë? Shiko, kjo është një pyetje që gjithmonë ma bojnë fermerët në terren, por është e vërtet që jo, Kosova është vend i vogël që të përcaktoj çmim në berzën ndërkombëtare. Domethënë, tani çështjet e çmimeve në treg gjithmonë ofrohen si rezultat i ofertës dhe kërkesës. Nëse kërkesa është e madhe dhe mungesa e prodhimeve të caktuara është deficit, atëherë normalisht që çmimi do të jetë më i lartë në raport me kur ka hiperprodhim. Si me vetë që ndodhet atë? Pavarësisht kësaj, ne nëse flasëm për prodhimtari intenzive, si që janë perimet, të njëjtat kurorëzohen me efektet e larta pozitive financiare. Nëse flasëm për prodhime strategjike, si që i kultivon fermeri në fjalë grur, misër e tjera, ky më thotë gjithmonë, jo mua, nuk më thotë se ne njihmi gjatë kohë që nuk levërdis, nuk ka hesap e tjera, por qëllimi i tij ndoshta është krejtësisht dikun tjetër që të finalizon të ferma, qoftë në prodhim të qumshtit, qoftë në prodhim të mishit ose në produkteve të tjera, sepse pasigurimin e ushqimit është e pamundur që të finalizohet prodhimi ose nën prodhimi i mishit, qumshtit e tjera të ngjashme ose të shpesë, për shembull brojler për mesh apo për vezë e kështu me radhë, por një gjë e tillë nuk bëhet pa drithra, konkretisht pa misër. Bilet paktën unë në agronomi misrin e quaj atë çelësin e zhvillimit ekonomik, sepse siguron shumë lëndë të para, është i domosdoshëm për industrinë ushqimore e cila edhe sot e kësaj dite neve na funksionon. Unë gjatë kohës së studimeve, domethënë pjesën e praktikës e kryen në Fushë Kosovë, ku është finalizuar prodhimi primar në qumsht, në mesh, në produktet e qumshtit, në produktet e mishit, në fabrikën e koncentratit, industrinë e blojës, fabrikën e bukës e tjera, dhe këto na mungojnë, ne duhet mendojmë seriozisht, sepse ne po përballemi me probleme të mëdha. Kjo shkallë e madhe marrëmendse e emigracionit, sidomos e gjeneratës së re, bujqësia do të zgjidhte shumë probleme sociale, teknike, organizative, shkallë të mëdha të papunësisë e tjera, dhe nuk kem tjera resurse, me këto që i kem, me këto duhet përballemi. Po që duhet pastaj edhe me i motivu dhe me i bërë patitër edhe krejtë fermerët edhe ata. Absolut. Në këtë vend edhe me punu edhe më tepër. Normal, për kroja, kur është atërë fermeri e ko edhe ma shumë atë vullnetin. Du mu lidh pak të çmimit edhe e se ku prova për vitin e kaluam dhe më onë qëshori koriko dhe gushti, çfarë thasqie kam bizërëtru dhe fermerët, kultivues të misit kanë qenë zerët. As shpenzimet s'kanë mujnë mimbulu, unë të them drejten, e kom dikon lartësi prej 700 metrave, e kom dërgu ujt për me ujt misrin, sepse nëse nuk i... sepse nëse nuk i misër, atëherë o shtirë të morë baktit. Çmimi i ushqimit kafshëve. Domthon, na një bol ka kushtu njëra 30 cent në fillim vitit 2025, kurse sot është 5 euro. E jongjës apo e livada apo e nxeshme? Si njajta, jongjë mund me konë 5 euro, livadat artificiali ose bot naturali janë 4 euro. Domthon, ose një rotobolle move, prej 4 euro kam rrinë qpim 80 euro. Që nuk e një leverdi edhe me ble edhe... është problem të sepse vitin e ka jarë zakonisht vështirë për me siguru ushqimi për bakti për shkak të atësisë. Ka pos munges të jungjës, borit, të misrit,
Edhe sot dhe ata fermerë që kam pësu për shembull e ceka ma herët hangort me ushqim të koshve, aj e ko fështirë me siguru, se atu ku dëpërton ujë në ushqim të koshve, aj nuk përdoret, nuk përdoret, gjithashtu ka pos rritje çmimit të koncentrateve, të misrit dukshëm, dikun 60% është çmimi ma i shtrejt se vitin e kalum. Vitin e kalum e ke morë 13 cent, 15 cent një kilogram misër, këtë vit është 30 cent. Dëmonë është jashtëzakonisht vështirë. Kur mungon për kroja shtetit, fermire ko shumë a vështirë. Po. I prishtë jo këto subvencionet, grantet, kërua për në aplikimet i bëni? Po shqyqa, thirja për aplikim që gjithëherë e kom kundërshtu edhe në qeverit e kalume edhe në këto thirën për aplikim, këta e hopin vurë. Se kur duhet me arë dhe Unë gjithëherë i kom propozu edhe ministra edhe zyrtarët ministrisë që thirja për aplikim me fillu me një 10 orë. Sepse që gjithë fermerët e Republikës Kosovës janë pushim dimror. Prej një 10 orë, deri me 15 shkurt, 45 ditë, afat të aplikimit, të gjithë fermerët janë në pushim dimror. Nuk mund me thonë asë një fermerë me të patatja pa miell, me të perimja pa miell, janë pushim dimror. Edhe një muj dit ju merë kohë zyrtarët ministrisë, gjithësisht ministrisë bujqësisë, AZB-s, për kontrollim administrativ dokumentacionit. Edhe fermerit duhet të jepën subvencionet me kohë. Mene me men, ende nuk janë pagum dikon rreth bazës të informata që kam edhe 5.000 fermerë subvencionit kësës parë, sepse aplikimet bëhet në 2 periuda. Vitit kalum. Po, aplikimet bëhet për sipërfaqe dhe për ple në fillim vitit, dikun fillon në fund të marsit të zot deri në maj, kurse periuda 2 të aplikimit është për sasit kilograme grunt është për një gushti dhe një shtator. Domthon të parët, dikon rreth 5.000 fermerë nuk është bërë pagesa, buxheti u konin dom tash arsyetun, mungesë buxhetit. Dora shtetit, do të me ngon nga të fermerët. Nëse nuk i rrinë gati fermerit, edhe këta fermerë do të shkenje një ditë, gjithashtu unë kërkoj për ministrisë të shkurtohen grandët, sepse nuk kem shumë ekspert, por nuk kem sukseset mëjnë këto grande. Shkurtohen grandet, të jepën funde, dohen funde për fatkeqësi natyrore, sepse na kem dëshmitor edhe unë gjithëherë kum thonë dhe thëmë, që ma mirë është me do një fund, me shkurtu grandet, e me do një fund, t'jenë rësirë për fatkeqësi natyrore. E fatkeqësi natyrore janë vërshimet, janë zjarët, që vitin e kalum ka po shumë zjarën e edhim, edhe asë një fermer nuk o kompenzu, ko dikon të klina me 10 hektarë, po më do këtë provë, 15 hektarë, që unë A pristin që me pas një vetë matë mirë në krasë me vitin që lam pas? Po menon me rendiment. Me rendiment. Ajo puna rendimentit është edhe prova se... Me qmimet jenë qmimet më të ta... Puna rendimentit është herë musik edhe qmimi grujt vitin e kalun ka qenë katastrofë për neve. Domthon, na gjithëherë lavdërohem se e sigurum bukën, mirë po asë njerë shlipera nuk nolën në kufit të importu grum prej shtetet bashkimit të Evropian, që janë Kroacia ose Serbia, shtetet tjera. Domthon, nuk kemi natë sigur bukën që përmenojnë ta, e kemi siguru bukën 5-10%. është edhe provone nuk du me ndërhy, sepse kam respekt. Por që importuat edhe këtë? është çështje lehtë, çështje shumë e thjeshtë. Statistikat e tregojnë, domethënë ata nuk e thonë më, thot një agjencioni statistika është institucion qeveritar. Shkalla e importit është e madhe dhe është e pajustifikueshme, është e paarsyeshme. Ne duhet të blejmë diçka në Kosovë. Konditat tona agroekologjike nuk parkojnë në kultivim të rizit, kafës, të agrumeve, por këtë import maramens të grurit, misrit dhe prodhimeve strategjike që parkojnë me konditat tona agroekologjike nuk është normale. Do më ndikun është problemi. E tha zotëria, tash ju flitni për subvencione, grante zhvillimore, premite, qumshti, regreset të nofte e tjera, këto e në masa stimulative për fermeri. Tema aktuale, do më thonë, është për shkallë kompenzimit që këj
po e citon shkëlqyshëm, shteti duhet ta ketë parasysh krimin një fondit veçantë për fatkeqësi elementare, nuk janë vetëm përmbytjet, mund të jenë edhe shkolla e madhe thatësisë, ariditet që e quajmë na, zjarret, fatkeqësi tjera elementare, të cilat janë pa dashjen e fermerit, por që duhet të kompenzohen, sepse kam thonë disa herë dhe tham, fermeri ai që punon dhe ngasra që punohet duhet të mbështetet. Kto janë masa stimulative, ne nuk jemi të parë që i bëjmë, janë shkollë e Unionit Evropian, nëse krahasohemi ne me Holandën, domosdoshmë është një absurditet i veçantë dhe nuk marr shembuj të tillë sepse janë mosrat pa krahasueshme, por që ne të krahasohemi me vendet e rajonit është goxha shumë normale dhe që ne kemi një pasqyrë krejtësisht tjetër në terren, nuk duhet ne t'i lëmë fermerët që të dekurajohen, të demotivohen, sepse duhet të gjejmë metoda cytëse, nxitëse, stimulative, që ata të punojnë më tepër që të sigurojnë edhe ushqim më shumë dhe që të kemi import më të vogël. Shkalla importit është goxha marramense, është goxha e pa justifikueshme, po them edhe njerëz sidomos për prodhimet që përkojnë me kushtet tona. Është vërtet e paarsyeshme që ne të kemi edhe në vitin 2023 dhe në vitin 2024 dhe në vitin 2025 import kaq të madh të grurit, çfarë thojnë dhënat e Agjencionit të Statistikave të Kosovës, sepse janë reale, janë domethënë dhënat shërbimit doganor që hyjnë në Kosovë dhe dërgohen ekskluzivisht në Msillas, në Xherxhe dhe industri tjera të blojës në për vendet të Kosovës që duhet të kenë dikon, nuk e di saktësisht, por rreth 100 mulli. Edhe pa tjetër që kjo ndikon pasaj edhe tek puna e fermerëve vendore dhe puna e krejt të tjerëve, në fakt edhe tek prodhimet tona vendore. Shiko, më falë, shkurt. Kjo është arsyeja kryesore që ne duhet të dallojmë një prodhim nga prodhimi tjetër. Prodhimi strategjik, siç është ushqimi, domethënë këtë rast po flasim për grurin, mund të flasim për misrin, luledillin e tjera janë imediate. Nëse shon Kroacin, nëse shon Turqin, po marr domethënë modele në distriktet e tyre shtetërore, në stema, në amblema, përveç tjera i kanë edhe kallit e grurit, domethënë se janë prodhime strategjike, nuk mund të fitoj fermeri nga hektari i grurit, si që fiton nga hektari kulturale, industriale, perimeve tjera, por që kjo duhet të kryet me ndihmën për krajen e shtetit është domosdoshmëri, por të mbështetet vetëm ai që punon, atij që ia vlen dhe mundësisht të eliminohen gjithmonë shkalla e caktuar e keqpërdorimeve që ka qenë në terren për cilat nuk duhet më hi sepse janë institucionet shtetërore. Për në teren edhe të bëhen edhe këto. Jo, arsyeja te Ministria e Bujqësisë është gjithsesi te AZB-ja, gjithherë arsyetohen nuk kanë inspektora për kontroll. Edhe domthonë mundësia e keqpërdorimit. Gjithherë ju kam thonë zyrtare Agjencionit të AZB-s është mundësia e keqpërdorimit prej 1 hektare deri në 50 hektarë. Domthonë aplikojnë edhe kontroll s'kan 1 vjet, 2 vjet, domthonë tash 10.000 hektarë të paguan ashtu. Tana janë dë nuk pajtona me përkrojen për shembull të fasulës. 750 euro të përkrohet një fermer, nuk kem kunaj kultivuesve të fasulës, 750 euro për 1 hektar fasulë të marrë një fermer, kushtet 150 euro të merë një fermer për 1 hektar grunë, çfarë dallimi ka? Kostoja e investimit grurit është dikon prova të tregon është 800 euro. Kostoja e investimit fasulës kushton maksimum 250 euro. Tjetra është edhe një fenomen që është jashtëzakonisht shqetësues për mua si fermer, pukat bujqësore janë shkathru, kanë ndërtu shtëpia mi kanal të ujtës të i Belepezit. Po tash këto janë arsye shtesë të vërshimit. Domthonë, këto janë arsye shtesë, por nesër kur qarkullon ujtë i Belepezit për ujtje, shpërthen ai gyp, edhe ato mund me bo jashtëzakonisht domët më. Këto janë shqetësimet e mia si fermer, edhe duhet dallohen fermerët, tamam fermerët që janë serioz, me ata fermerët pak manipulues. Thëmë, si që, ato nuk mund në nalin, edhe të grondet. Grondet nuk jepën veç, hajtë po mja Ministria e Grand 100.000 euro, edhe të bekon fermer do... Titër edhe duhet të kontrolon edhe duhet ditë pranat cilat të mbjella. Me kon fermer, do të me koni sinqer, do të me zu herë, do të me dash, do të me pos vullnete, në une, këtë vetë fix
fiks, këtë vit i bëj 40 vjetë përvoj në bujqi, e kom të ashtë Dhe ju vetëm ju ma mërë mendja që krejt familja, pastaj krejt rreti dhe familja juaj e ngusht për Po normal, unë e kom e dhëzu, unë normal e kom të regjistrum si biznis, e kom bashkëshortën punësume, me pokë, mujore, edhe gjitha kontributet e shtetit i paguj. Unë asë njerë, sa do që të vanohen subvencionet, sepse unë token, edhe grunin, misin edhe zgjedhën nuk e moj për subvencion. Ajo është për kroje shtejës për mu. Mirë po, Ministria duhet, qeveria të rri, ofër për mërën, nëse donë, nëse jo, atër prove se ku që do të shgenjen edhe mund një ditë të lonë, sepse dënë vitin e kalun, dënë këtë vit, thasë cira për sëritën të një vit 2, 3, 30 vit që në përbalon bujqi, sepse është kosto e investimin shumë mund. E kuptoj dhe uroj që ndoshta të marrin masa sa më shpejt edhe të rikuperohen në fakt të kompenzohen edhe për dëmet të cilat janë shkaktuar edhe viteve të kaluara ku shumica pra nuk janë kompenzuar edhe për si vjet ku në zonat të ndryshme, në komunat të ndryshme të Kosovës kanë qenë edhe disa më të prekur. Faleminderit shumë për kohën, faleminderit për krejt informata cilat i keni. Faleminderit nga ona juve dhe ju uroj fermeme një vit në borë suksesu me inshallah mondi. Uroj që tjetë ashtu. Faleminderit shumë. Kënaqësi që ju bëta në studio.